Në sallën e baletit, dritat janë të ftohta dhe pasqyrat nuk falin. Çdo hap mbi parket është punë dhe kujtim. Çdo rrotullim, një betejë mes lodhjes dhe ëndrrës. Trupi flet atë që fjalët nuk e thon dot. Dhimbja rri e heshtur, e shoqëruar nga një dashuri që ndihet edhe pse nuk shihet. Sepse kjo sallë nuk është thjesht vend stërvitjeje, është vendi ku ëndrat mësojnë të qëndrojnë në maj të gishtave. Mes këtyre dyjave mendoj që gjithçka që kam lënë pas, më shumë më dhem për faktin që kam mujt me bërë më shumë se sa që kam bërë, edhe pse jam i përmbushur me ato që kam bërë deri sot, po ndoshta ai është fakt që më dhem që s'kam bërë më shumë. Po ajo dëshira për me vallëzu këtë kohën pa u ndalë dhe rezultatet është ajo, me thënë, si katalizator që na mban këtë kohën që me vazhdu ende. Ndoshta fizikisht lodhemi, po në aspektin shpirtëror asnjëherë nuk lodhemi. Kemi energji pafund, deri në një moment që më dorëzohesh komplet në aspektin fizik. Kur e shoh veten pasqyre kur jam vetë në sallë, zakonisht kur vi më herët para se me prit nxënësat dhe para se me prit të tjerët, e shoh veten hala te fëminia, kthena kur kam qenë fëmijë, domethënë që kam marrë në sallë baletit. Një fakt është që unë e kam pas sallën e baletit shumë afër shtëpisë, edhe kam shkuar gjithmonë i pari në sallë. Edhe e kam kthyer veten pasqyre gjithmonë më shumë se të tjerët ndoshta. Më kthehet gjithmonë ai retrospektiva se çish kam qenë, domethënë edhe ku kam rri, ku jam sot. Përposa asaj më kujtohen momentet që i kam nda me shokët, me shoqërinë, me kolegë, me profesorët, me njerëzit. Dhe në njëjtën kohë pasqyrat e jep skenën, domethënë që ti e sheh veten se çysh ti dukesh në skenë. Përpos që gëzona, unë gjithmonë kam qenë parimor me një fakt që kam thonë nuk do t'ja bëj asnjëherë nxënësave të mia atë çka e kam kalu vetë. Domethënë mundona m'ja u lehtësu maksimum. Edhe e shoh veten te ata, ka disa që përshtaten me disa tipare të mia, edhe që duket sikur më qenë unë vet aty mesin e tyre. Përpos asaj që unë sa herë që jam në sallë vallëzoj me ta, sikur më vallëzoj me kolegët e mi, me gjeneratën time, vallëzoj me fëmijët. Energjinë. Në përgjithësi unë jam tip i afërt me fëmijët edhe i pres mirë edhe nuk është që këtë kohën i maj strikt, kam qef në atë kuptimin që mi afru, mi bo me dashur profesionin para se me u bo profesionista. Ideja është që ti dush me qenë i edukun dhe dush me qenë social në raport me kolegët, sepse baleti është një art i cili është masiv, pra është në mënyrë grupore, nuk realizohet vetë. Edhe kjo të bën që ti dush me qenë i respektueshëm ndaj palëve tjera. Edhe ato gjithmonë e nxis te fëmijët që duhet me respektu njëri tjetrin edhe hapësirën kundrejt njëri tjetrit. Po baleti është i vështirë, është ndër zhanret më të vështira të dansit dhe të artit. Përpos mundit, sakrificës, ka plot tri që dorëzohen me një moment saktun, domethënë bjen ajo energjia që e kanë. Po vetëm një gjë që kënaqësinë që ta ofron baleti s'ta ofron asgjë. Asnjë lloj fushë e caktuar, qofshin shkencat edhe tjera profesione, kënaqësinë që ta ofron skena nuk e ofron asgjë. Kështu që për ato nuk dush më dorëzo. Kjo pjesa e pjesës fizike është gjithmonë diskutabile, sepse trupi nuk përgjigjet në momentet saktune kundrejt lëvizjeve, pra vjen një moshë që ti nuk i përgjigjesh më lëvizjeve të baletit, por çka mbetet mes kësaj është që ti në mendjen tënde i realizon atë lëvizje. Ndoshta në pamjen fizike ti nuk je të bo mirë, ama shpirti tregon që ti je të bo çat lëvizje. Kështu që kjo është ajo që ti e merr kënaqësinë, pa marrë parasysh që lëvizja ndoshta nuk është në nivelin e duhur të baletit ose nuk është në atë pjesën profesionale, po ti e din që e ke bo.